S'ka mundësi, se pa lekë nuk bën asgjë. Po ti e di që ka avokat falas shteti? Tani po përpara nuk e kam ditë që ka pas avokat falas ose funksionojnë shoqatat. Kam 5 vjet që kam marrë vendimin që u largova nga babai i fëmijëve. Divorci nuk e kam nisur direkt, sepse më është dashur të rikuperoj gjendjen time emocionale. Nuk e di si do vazhdoj, se nuk du as më ta bezdis avokatën më aq shumë sa zëritur divorci im dhe sa problematika ka pasur. Po pse nuk troket diku? Ku do të trokas? Mësoj ti mu një rrugëzjedhje që të them unë do të trokas. Denoncim në polici, kërkesë për ndihmë sociale. Nuk merre me ta, unë po kam ikur nga ai, unë e di shumë kush është ai, dhe sikur të kishte ai me gjithë Shqipërinë me lekë, unë nuk e doj pasurinë e tij. Kupton këtë? Unë jam e aftë të ndërtoj punën time vetë, tu do të ketë shtetë që mua ato që kam aftësitë e mia, me mundsoj të ndërtoj jetën, të jemi shembull për fëmijët e mi dhe për gjitha ato që gjenden në vështirësi. Mirë. Më shumë, mesazhi im është që ta duani jetën. E ta nisin çdo ditë nga zero, por ta duani jetën. Pastaj mesazhi i dytë, se ditën thonë na ta nisër sepse këtu tek ne nuk funksionon shteti dhe të gjithë sërollatet janë me shtet. Mirë se erdhët. Në këtë episod ne do të flasim për mbrojtjen juridike falas apo avokatin pro bono, pra falas nga shteti, për kategorinë e grave dhe vajzave të dhunuara dhe çdo që përfshihet në këtë kategori. Me pyetjen kryesore, çfarë dokumentacioni duhet? Kemi parë në gjykata të ndryshme afishime ku tregohet dhe udhëzohet se si të përfitoni mbrojtje dhe ndihmë juridike falas, por më konkretisht, thjesht dhe qartë, do na i thot drejtoresha e ndihmës juridike falas që na është bashkuar dhe që është zonja Patricia Pogaçe. Faleminderit që e pranuat ftesën. Pyetja e parë është, duhen dokumente të caktuara dhe tipike për gratë të cilat identifikohen si gratë të dhunuara? Ligji për ndihmën juridike i ka të parashikuara gratë dhe vajzat që janë viktima të dhunës si kategori të veçanta drejt për drejt përfituese të këtyre shërbimeve. Pavarësisht të pasurive të tyre apo mjeteve të tyre ekonomike, ato e përfitojnë në mënyrë automatike si shërbim, mjaftojnë që të depozitojnë pranë ofruesve tanë të shërbimit dokumentacionin vërtetues, që në rastin konkret është urdhri i mbrojtjes, pra. I dhënë nga gjykata. I dhënë nga gjykata. Nëpërmjet këtij dokumentacioni provues, qytetarët legjitimohen automatikisht për të përfituar shërbimin e ndihmës juridik parësor. Pra, nëse ka nevojë për këshillim ligjor, përfaqësim përpara organeve administrative, hartimin e shkresave të ndryshme si kërkesa për informacion, ankime drejtuar institucioneve publike, këto e përfitojnë automatikisht. Po ndihma dytësore? Përfitojnë automatikisht edhe ndihmën juridike dytësore. Pra, përfitojnë një avokat, i cili paguhet në mënyrë të drejtë për drejtë nga ana e institucionit tonë, e përfaqëson gratë dhe vajzat në çdo shkallë të gjyqësorit, si dhe përfitojnë dhe përjashtimin nga çdo tarif apo shpenzim gjyqësor që konsiderohet i nevojshëm nga ana e gjykatës gjatë procesit gjyqësor. Përmendim këtu ekspertët psikolog apo ekspertët e natyrave të ndryshme që janë të nevojshëm për dhënien e ekspertizës së gjatë procesit gjyqësor. Me këtë shpjegim, kuptoj qartë se çdo grua e cila nuk e ka marrë urdhrin e mbrojtjes, automatikisht rrezikon të mos përfitojnë ndihmë juridike falas, pavarësisht se partneri abuzues
apo ish partneri mund të jetë i pandehur dhe në burg? Drejtoria dhe qendrat e ofrimit të shërbimit të ndihmës juridike parësore janë pjesë e mekanizmave kombëtar të referimit, pra pjesë e MKR-ve. Dhe në rastet specifike që janë të evidentuara, qoftë edhe në bashkëpunim me komisariatet e policisë, gjithmonë e ofrojmë pjesën e shërbimit ligjor falas, pavarësisht se viktima nuk mund ta ketë statusin pra si viktime dhunës në familje, nuk është e pajisur me urdhrin e mbrojtjes. Nuk duhet asnjë dokument, pra vetëm vërtetimi që është viktim dhe ka hyrë në mekanizmin e referimit. Nuk do t'i duhet të vërtetoj të ardhurat, pagën, se është posedon një pasuri apo zotëron një pasuri të caktuar. Në kuadër të ofrimit të shërbimit të ndihmës juridike parësore, qendrat tona e ofrojnë fleksibilitetin duke ja garantuar shërbimin edhe pa patur nevojë që të provojë se është kategori me të ardhurat dhe pasuri të pamjaftueshme. Nëse konsiderohet i nevojshëm vijimësia e procesit nëpërmjet përfaqësimit gjyqësor, pra ndihmës juridike dytësore, në këtë rast, në bashkëpunim me ofruesit tanë të shërbimit, viktima aplikon për ta përfituar si shërbim dhe dokumentacioni provues në rastet kur nuk është i pajisur me urdhrin e mbrojtjes, konsiston në dokumentacione të ndryshme që vërtetojnë që është person me të ardhura dhe pasuri të pamjaftueshme. Ndihma juridike falas është në varësi të Ministrisë Drejtësisë, pra është një institucion shtetëror. Ku mund t'ju gjejnë gratë e dënuara apo që janë pjesë e mekanizmit të referimit? Drejtoria e ndihmës juridike falas është një institucion i krijuar ishtazi de facto në vitin 2020 dhe përgjatë 5 viteve të ushtrimit të veprimtarisë, qëllimi jon kryesor ka qenë zgjerimi i shërbimit në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë. Dhe tashmë ne administrojmë 20 qendra të shërbimit të ndihmës juridike parësore që janë të shtrirura në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, të ndodhura kryesisht pranë ambienteve të gjykatave, bashkive, si dhe pranë ambienteve të ish-gjykatave, të cilat janë mbyllur si rrjedhoje riorganizimit të gjyqësorit, duke mundësuar një urë lidhse midis banorëve që ndodhen në zonat ku ka patur gjykata dhe gjykatave tashmë të riorganizuara. Se ku gjendet selia e ndihmës juridike falas, selia qendrore? Selia qendrore e Drejtorisë ndihmës juridike falas ndodhet në Tiranë, ndodhet pranë gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por pa patur nevojë që qytetarët të vinë dhe të drejtohen pranë nesh, duke marrë në konsiderat dhe kostot ekonomike për të udhëtuar, për të marrë një informacion, ne kemi vënë në dispozicion numrin pa pagesë 0800 10 10, ku përgjatë orarit të punës, nga e hëna në të premte, janë në dispozicion punonjës të shërbimit që japin informacionin e nevojshëm. Duke e bërë më konkret. Pra një grua e dhunuar, ju telefonon në numrin 0800 10 10, identifikohet dhe çfarë ju tregon tjetër në mënyrë që ju ta asistoni menjëherë? Gjëja e parë që ne i sugjerojmë është, pasi na ka treguar problematikën, i sugjerojmë vendodhjen më të afërt të qendrës tonë të ndihmës juridike, bazuar dhe në vendbanimin e zonjës, si dhe në rastet kur ne evidentojmë që nevojitet ofrimi një shërbimi pak më të specializuar apo shërbime të natyrës multidisciplinare, siç mund të jetë një strehim emergjent e tjerë, ne i referojmë dhe pranë organizatave të shoqërisë civile, të cilat janë të autorizuara nga Ministri i Drejtësisë në dhënien e shërbimit ligjor falas. Bashkëpunojmë ngushtësisht me organizata të cilat përpos ofrimit të shërbimit të ndihmës juridike me mbështetjen financiare të buxhetit të Drejtorisë së ndihmës juridike falas, ofrojnë dhe shërbime të tjera të një natyre më emergjente, siç mund të jetë dhe rastet e strehimit emergjent. Më së shumti, çfarë lloj ndihme kërkojnë gratë e dhunuara në Drejtorinë e ndihmës juridike falas? Gratë e pajisura me urdhër mbrojtje, në gati mbi 90% të rasteve që ne administrojmë, kanë të bëjnë me procedurën e zgjidhjes së martesës.
Pra, kërkohet ndihmë juridike dytësore për të ndjekur procedurat e zgjidhjes së martesës dhe është një proces i cili ndiqet në mënyrë tërësore nga ana jonë, duke nisur që nga pagesat e avokatit dhe pagesat e ekspertëve psikolog apo ekspertëve vlerësues të pasurive të paluajtshme në rastet kur ekzistojnë të tilla. Cila është tipologjia e kërkesave të grave dhe vajzave të dhunuara që luten për ndihmë juridike falas? Në shumicën e rasteve, gratë dhe vajzat të cilat janë viktima të dhunës të pajisura me urdhër mbrojtje drejtohen pranë institucionit tonë për të kërkuar asistencë për procedurat e zgjidhjes së martesës dhe kujdestarisë së fëmijëve. Përgjatë vitit 2025 janë administruar në total 920 vendime gjyqësore me objekt pranimin e kërkesës për ndihmë juridike dytësore, ndër të cilat 170 janë përfituese të drejtë për drejta gra dhe vajza viktima të dhunës në familje. Kur themi dytësore, e keni fjalën për avokat që paraqiten në gjitha shkallët e gjykatave për çështje të ndarjeve dhe të kujdestarisë fëmijëve. Po. Dhe për konflikte që si rrënjë kryesore kanë dhunën në familje. Po, përpos avokatëve, të cilët mbulohen pagesa e tyre nga ana e buxhetit të institucionit tonë, mundsohet dhe përjashtimi nga gjitha tarifat dhe shpenzimet gjyqësore, duke përfshirë këtu dhe pagesën e ekspertëve psikolog apo ekspertëve të ndryshëm të nevojshëm në procesin gjyqësor. Zonja Pogaçe, nëse do të pikturonim situatën e kërkesave për ndihmë juridike falas, a mund të na rendisni disa nga kërkesat më të zakonshme, më të përditshme që paraqiten tek specialistët dhe deri tek ato kërkesa që janë, le të quajmë, të padëgjuara? Pjesa më e madhe e kërkesave për ndihmë juridike konsistojnë në raste të natyrës familjare, duke nisur nga zgjidhjet e martesës, fitimin e përgjegjësisë prindërore apo kujdestarinë, deri te kërkesat për heqjen e zotësisë për të vepruar apo fitimin e kujdestarisë ligjore, duke pasuar më pas me çështjet e një natyre administrative siç mund të jenë njohjen e viteve të vjetërsisë në punë për efekt pensioni apo çështje të cilat lidhen me ankimin e vendimeve për përfitimin e ndihmës ekonomike. Këto janë rastet që përbëjnë pjesën më të madhe të çështjeve të trajtuara, qoftë në kuadër të ndihmës juridike parësore dhe ndihmës juridike dytësore, pjesës së përfaqësimit të gjyqësor. Ka raste të çuditshme në kuptim të aspektit që qytetarët janë të vetëdijshëm që afatet e përfitimit të së drejtës në gjykat janë të parashkruara me kohë, por vijojnë të këmbgulin që t'i përfitojnë pjesën e shërbimit të ndihmës juridike falas, pavarësisht se çdo lloj afati i mundshëm është parashkruar, apo dhe raste të tjera kur qytetari ka një vendim gjyqësor të formës së prerë, të paankimueshëm që ja ka rrëzuar të drejtën e tij dhe përsëri këmbgul që të përfitojë ndihmë ligjore falas dhe avokat falas. Kjo është një sfidë për ne, pasi duhet jemi shumë të kujdesshëm në momentin kur ja sqarojmë qytetarit të drejtat e tij dhe të gjejmë një ekuilibër midis të drejtës së qytetarit për ta përfituar shërbimin ligjor falas, pra për ta përfituar ndihmën juridike, por nga ana tjetër dhe mos ngarkesën e gjyqësorit duke çuar pafundësisht kërkesa që në fund të ditës nuk do të pranohen nga ana e gjykatave, pasi kemi të bëjmë me një çështje të gjykuar tashmë. Cilat janë betejat e grave në gjykata? Çfarë çështjesh kanë ato më së shumti? Problematikat kryesore lidhen me çështjet e përfitimit të urdhrit të mbrojtjes, një procedurë e cila edhe në kontekstin e sotëm sjell goxha sfida për përfitimin, jo vetëm për përfitimin e urdhrit të mbrojtjes, por edhe për ekzekutimin e tij në praktikë. Ligji për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare ka sjell goxha risi në përfitim të lehtësimit të procedurave për përfitimin e urdhrit të mbrojtjes, por nga ana tjetër, përvoja praktike ka treguar që ende gratë kanë mjaft sfida për ta përfituar atë
dhe sidomos gratë dhe vajzat që ndodhen në rajonet më të largëta, ku shpeshherë nga pamundësia ekonomike apo nga probleme të tjera sociale kanë të pamundur që të drejtohen drejt gjykatave për ta marrë atë shërbim. Ne patjetër si një institucion i cili ka në fokus kryesor mbrojtjen e kategorive vulnerabël, jemi munduar që në bashkëpunim me institucionet lokale, përfshirë edhe bashkitë më të vogla, të krijojmë një rrjet të koordinuar profesionistësh në mënyrë që të mundohemi që të gjejmë rrugët dhe mundësitë që çdo viktime, çdo gruaje dhe vajze t'i ofrohet ky shërbim pavarësisht të barrierave. Po ai afrohet kur thoni nga një anë janë sfidat, nga ana tjetër përpjekjet dhe angazhimi që drejtësia të jetë e aksesueshme, edhe duket sikur janë dy pole që janë në drejtime të kundërta me njëra tjetrën. Në të vërtetë, a është drejtësia e aksesueshme për çdo grua? Në kohë. Po ju jap një rast konkret, për ta bërë dhe më konkrete. Qendra jonë e shërbimit ndihmës juridike parsorë në Gjirokastër pati një rast në bashkëpunim me Bashkinë Delvin, lidhur me një zonë që ishte viktim e dhunës në familje dhe kërkonte të pajisej me një urdhër mbrojtje. Punojësit tanë udhëtuan drejt vendodhjes së viktimës, e asistuan në plotësimin e kërkesës pra formularëve për përfitimin e urdhrit të mbrojtjes, por nga ana e gjykatës kërkohej konkretisht prezenca e viktimës në seancën gjyqësore, pavarësisht se ky nuk është një kusht i detyrueshëm për përfitimin e urdhrit të mbrojtjes. Dhe kërkesa u pushua, pra nuk ju garantua viktimës urdhri i mbrojtjes, duke marrë si shkak kryesor mos prezencën e saj. Punojësja jonë e qendrës këmbguli përsëri, duke parashtruar edhe një herë kërkesën, duke bërë një interpretim më të zgjeruar të ligjit në mënyrë që ta bindte gjykatën që pamundësia e pjesëmarrjes së viktimës nuk përbën shkak për mosdhënien e urdhrit të mbrojtjes dhe herën e dytë viktima u pajis me urdhrin e mbrojtjes. Dhe në fakt situata vjen dhe bëhet akoma më komplekse edhe në kuptim të hartës regjisore. Për shkak se janë reduktuar shumë gjykata edhe fakt ngelet që ne kemi vetëm një gjykatë apeli nga gjithë vendi dhe natyrisht të gjithëve të pandehur, të akuzuar, paditës e të paditur do duhet të thojnë nga të gjitha rrethet e midis tyre dhe viktimat që janë parë në proces për të mbritur në Tiranë edhe për ta çuar definuar deri në fund çështjen e tyre, përfshi dhe gratë e dhunuara që mund të humbasin në shkallën e parë për të marrë një urdhër mbrojtjeje, edhe do kishin nevojë që të drejtoheshin gjykatës së apelit. E vlerësoni ju akoma më të vështirë situatën kur vjen puna tek gjykata e apelit edhe te pamundësia e viktimave apo grave dhe vajzave të dhunuara për të udhëtuar nga qytetet ndryshme drejt Tiranës e për të qenë prezente? Një mekanizëm që Ministria e Drejtësisë dhe institucioni jonë ka ndërmarrë në drejtim të lehtësimit të kësaj bare ka qenë hapja e qendrave të shërbimit të ndihmës juridike parsorë pikërisht në ambientet e ish gjykatave. Në këtë mënyrë, gratë, vajzat, viktimat, por dhe çdo qytetar në nevojë nuk e ka të domosdoshme që të udhtojë, por qendrat tona shërben si një mjet ndërlidhës. Po, por varet nga tipologjia e trupave gjyqësore. Ka gjyqtarë të cilët kërkojnë që pala të jetë e pranishme. Pra jo vetëm i përfaqësuar nga mbrojtësi falas. Patjetër që pjesa e udhëtimit mund të sjellë kosto financiare për palët, por gjithmonë qasja është që nëpërmjet avokatëve të ndihmës juridike, prakta të fundit ta përfaqësojnë palën dhe gjithmonë duke mbajtur një kontakt të ngushtë dhe midis ofruesve të ndihmës juridike parsorë, që të bëhet i mundur shkëmbimi i korrespondencave, dokumentacionit provues, komunikimeve të ndryshme, pa patur nevojë që pala të udhtojë drejt gjykatës. A ju kërkojnë ndihmë juridike gratë edhe për të kuptuar llojet e dhunës? Ne vazhdojmë akoma të flasim për dhunën fizike. Fare pak flitet për dhunën psikologjike, emocionale,
edhe dhunën ekonomike. Shumicën e rasteve kërkesa për ndihmë juridike dytësore pajisje me urdhër mbrojtje kufizohet në dhunën fizike, pa u ndalur kryesisht tek dhuna psikologjike apo format e tjera të dhunës. Dhe besoj që për këtë shkak nevojitet dhe një sensibilizim, një edukim ligjor më i thellë për të gjitha viktimat. Kemi patur raste sporadike të cilat kanë kërkuar urdhër mbrojtje për shkak të dhunës psikologjike, por ajo që kemi konstatuar dhe nga praktika gjyqësore është fakti që në shumicën e rasteve dhuna psikologjike është shumë e vështirë që të provohet edhe përgjatë procesit gjyqësor. Ndryshe nga dhuna fizike. Si e përshkruanin këto kërkueset dhunën psikologjike? Si e përshkruajnë? Dhuna psikologjike lidhet kryesisht pra me një praktik të gjatë, sistematike, të vazhdueshme, të fyerjeve, të ofendimeve, deri dhe në moslejimin e ushtrimit të veprimtarisë së përditshme të grave dhe vajzave nga ana e partnerëve të tyre. Kur flasim për gra dhe vajza dhunuara, a mund ta bëni një portret të tyre? Flasim për gra dhe vajza dhunuara që janë shtëpiake, janë të arrira në karrierë, janë studente, më së shumti. Cili është profili tyre? Gati 90% e rasteve të trajtuara janë viktima me një arsim të mesëm. Pjesa e arsimit të lartë është e pakët në analizë statistikore që ne evidentojmë dhe janë të lidhura kryesisht me çështjet të zgjidhjes së martesës, ku kërkojnë pra pjesën e asistencës ligjore falas kur nuk kanë mjetet ekonomike. Por pjesa më e madhe janë me arsim 9 vjeçar dhe të mesëm. Po profili i abuzuesit në familje cili është? Bazuar nga të dhënat që ne administrojmë, fokusohemi tek elementët që disponon kërkuesi, pra përfituesi i shërbimit të ndihmës juridike, duke mos u ndalur në profilin e palës së paditur në rastin konkret. Dhe për ta mbyllur, edhe një herë, për çdo që na ndjek, numri pa pagesë ku mund të kërkohet ndihmë për mbrojtje falas është 0800 10 10, ndërsa mënyrat dhe rrugët e tjera ku mund të gjejnë janë? Drejtoria e ndihmës juridike falas është mjaft aktive dhe në rrjetet sociale. Mund të na gjeni qoftë në Facebook, qoftë në Instagram, Drejtoria e ndihmës juridike falas, si dhe në faqen tonë zyrtare ndihmajuridike.gov.al. Mjafton që të na kontaktoni, nuk ka rëndësi mënyra, qëllimi jonë është që ju të drejtoheni tek ne dhe ne me të gjitha mundësitë që na jep ligjit, ju ofrojmë një ndihmë, një shërbim sa më gjithëpërfshirës dhe në përputhje me nevojat tuaja. Faleminderit zonja Pogaça. Pra, nuk je vetëm, kërko ndihmë. Kaq edhe për këtë episod, takohemi sërish në episodin e radhës. Miropafshim.